Dhe mos të bëmi, si shtojnë populli jon, bukshkelt. Prandaj, zban më kanë bukshkelt, po duhet me qenë falenderus dhe me lut Allahun subhanahu wa taala. Në mjetet e informimit, tash kanë ardhur gurbetçart, Allah i dha shëndet, ata që janë në rrugës, inshallah vinë let, del një njeri edhe i shan ata dhe i ofendon. E dini ju gjithë. Pi përsëris, vetëm një pjesë të tekstit të reisit ton, Allahu e shpërbleft, reisit ulemas së Bashkisë Islame të Republikës Maqedonisë, i cili ka potencuar një përkraje shumë të madhe, një falendrim të veçantë. Kush ishin ata që kontribuan për luftën e Kosovës? Mërgjimtarët. Kush ishin ata që ka ndërtuar në xhamit? Ju. Edhe kush? Dhe ata. Kush ishin ata që ka ndërtuar në universitetin? Ata. E prandaj, për me faktorizu dikush vetën, me ngrit dikush vetën, duhet me shajt dikon. Prandaj, mos shani dikan, mos lëndoni dikan, sa ata që ka shiqojnë në mundin e dikujt më ngrit, Allah i ka mjafthy qafën atyre. Ndërsa muslimani duhet më ngrit me vlerën e tyre, me veprat e tyre, me fjalën e tyre, me rujt zemrën me pas të pastër, me rujt gjuhën me pas të pastër, me rujt veprën me pas të pastër. E Allahu pastaj t'jep të dynja veprat e mira dhe t'jep të mirat e dynjas dhe t'jep të mirat ahiret.